Me datën 10/8/2026, rreth orës 20:34, stacioni policor në Shtime e ka pranuar informacion që faktikisht në fshatin Muzeqin, në rrugën Veteranët e Lirisë, në familjen Ibrahimi, një i moshuar ka rënë në bunar. Faktikisht njësia reaguese e stacionit policor në Shtime ka vepruar në drejtim, edhe ka shkuar në lokacion. Kanë qenë 3 policë zbashku, edhe shefi i ndrimit që ka qenë jashtë detyre, është bashkangjitur me policë dhe kanë hoqë në këtë lokacion, faktikisht në bunarin e shtëpisë, aty në oborrin e shtëpisë, është një i moshuar që kishte rënë në thellësi dikon afër 10 metra në bunar. Kanë filluar disa banorë aty kanë qenë duke ndihmuar të moshurin, po megjithatë ka qenë e përmendshme, një zyrtar policor ka vepruar dhe ka hyrë domethënë në bunar me ndihmën e policëve të tjerë, domethënë që kanë qenë asistent, përmes shkallëve është lëshuar në bunar dhe ka filluar me ndihmu personin që është brenda, edhe për një kohë të shkurt kanë arritur do thotë me zhvendos prej bunarit, po shpëtimtari ka qenë faktikisht një prej policëve që punon në stacionin policor Shtime qysh një kohë, domethënë është prej policëve gjeneratave më të hershme, është polici Besim Arifi. Nuk ka pas lëndim, fati ka qenë që ka vepruar me maturi, faktikisht i ndihmuar prej kolegëve që kanë qenë larg, kështu që nuk ka pas ndonjë lëndim. Mundi ka qenë, po megjithatë ka kaluar shumë mirë, megjithëse qëllimi u konë edhe me dhënë ndihmën të moshurit që ishte faktikisht qytetari që kishte rënë në bunar.